E pra të nderuar miq, ja ku po takohemi. Tani nga gjesti, nga Rizarta, nga Zeni, nga të gjithë protagonistët, personazhet publik, do të kalojmë tek një protagoniste shumë e dashur dhe shumë e duar trokitur. Do të ndalojmë tek halla e Big Brotherit, të paktën kështu ja vurën epitetin, Rozana Radin. Pak shaka sepse Rozana është fantastike. Rozana Radi ditën e djeshme ka nisur me punën intensive. Ju e dini shumë bukur që në Instagramin e saj Rozana disa ditë më parë publikoi një fotografi me Coming Soon që së shpejti do të sjellën këngën e saj të parë pas përfundimit të Big Brotherit me titullin Lule Bor, një bashkëpunim që e ka me Jon Zerkën dhe Noizin. Pritet të jetë një këngë shumë e dashur, e klikuar, pritet të jetë një këngë shumë e dëgjuar. Rozana Radi, ju e dini shumë bukur për mënyrën se si Rozana është ngjitur në skenë, gjithmonë i ka kënduar femrës, gjithmonë i ka kënduar gruas, gjithmonë nëpërmjet këngëve të saj është munduar që të falë mesazhe të ndryshme tek publiku shqiptar, që edhe publiku të ndërgjegjësohet, domethënë ndërgjegjësimin e ka patur si pikë shënjestër në tekstet e saj. Këtë herë do të vi me një formë pak më ritmike, më allegro, më dashuri, më formë të diskotekave. Ditën e djeshme në Instagramin e Rozanës janë shfaqur po këto fotografi që tash regjia do të mi mundëson, faleminderit shumë. Rozana ka qenë duke u përgatitur, do me thënë për xhirimin e radhës, shikoni formën se çfarë ka përzgjedhur të vënë në fytyrë, do me thënë është me make-up le ta quaj natyral, nuk më duket një make-up shumë i ngjeshur, flokët preferon si zakonisht edhe në Big Brother që i ka mbajtur shumë natyrale, nuk është se ka bërë ndonjë mënyrë të flokëve të eksponuara shumë, do të ka qenë Rozana, ajo Rozana që ne kemi njohur gjithmonë, jo shumë ndryshim në fytyrën e saj siç po bëjnë artistet e tjera. Rozana përdorën shumë natyralitet dhe gjatë kohës që po bëhet gati, do të thënë që duke që ka përdorur ngjyrat kafe, sepse në fotografinë e dytë tani që do të më mundësojnë, do të kuptoni pse kafe. Sepse sandalet i ka të ngjyrës gold, por i ka gold shumë të mbyllur që shkojnë në kafe, ka përzgjedhur një fustan veror, i cili është fustan i gjelbërt që shkon më së shumti pak në këtë ngjyrën e verdhë, do me thënë është një fustan tepër veror dhe ka përzgjedhur aksesor të gjelbërta dhe siç shikoni thonë t'i ka krejtësisht të bardha. Do me thënë, Rozana Radi në këtë klip do të shfaqet tepër elegante, tepër tërheqëse dhe shumë e bukur. E dini shumë bukur fotografi që i ka nxjerrë te Coming Soon, është me recipeta me lule dhe pantallona ngjyrë portokalli, një kombinim e ka dhe në pjesën tjetër, do me thënë ka recipet krejtësisht me lule dhe pantallona të ngjyrës pink, por që shkon në krem, le të themi është njëjti material me fustanin të cilin ka përzgjedhur. Për luks, për estetik, për pamje, për dukje, Rozana Radi e ka dëshmuar edhe në Big Brother, pasi që ka treguar historinë e jetës së saj që unë jetoj me qira, sepse gjithë jetën time, lekët e mia kam dashur t'i shpenzoj në dukjen time, nuk e kam patur prioritet dhe primare që të siguroj banesën time për të jetuar. Do me thënë, marrëdhënia e tyre vazhdon të jetë, marrëdhënia e Rozanës me artin vazhdon të jetë shumë e afërt. Rozana po punon me shumë intensitet projektet e saj të radhës për ta parë në skenë dhe nga kjo që ne shohim që është shumë pak nga ajo që do të vije, do me thënë do të shohim një artiste tepër glamuroze, do të shohim një artiste tepër tërheqëse, që edhe një herë në karrierën dhe jetën e saj, Rozana Radi në këtë pikë të karrierës, që ka bërë shumë vite karrierë, do të tërheqë zemrat dhe do të mërthej zemrat e të gjithë publikut. Ne do të takojmë sërish së bashku, vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.